Këto ndërtime apo magazina ndodhen shumë pranë ambienteve të banuara në Vlorë. Siç shihet nga pamjet, ato janë të mbuluara me eternit, një material ky kancerogjen. Megjithëse ky material ndalohet me ligj në vendin tonë, ai vazhdon të jetojë pikërisht në këto godina që për më shumë vite vijojnë të ushtrojnë aktivitete të ndryshme dhe pikërisht janë të përshtatshme sidomos nga biznese, por edhe si banesa që jetojnë familje. Më keq akoma, situata është problematike pasi me eternit është edhe çatja e konviktit të djemve në Vlorë, aty ku 10 studentë jetojnë çdo ditë, por numri rritet dhe më shumë pasi 100 studentë dhe pedagogë zhvillojnë çdo ditë edhe aktivitetin e tyre në Fakultetin e Shkencave Humane. Por specialistët thonë se eterniti ka përmbajtje të lëndëve kancerogjene. Ky material në Shqipëri është një përzierje 90% me 10% e çimentos me amiantin dhe përdorej dikur për të mbuluar godinat, pasi për shkak të karakteristikave të tij eliminon zhurmën e shiut. Ekspertët thonë që rreziku është aq i lartë sa askush nuk duhet të afrohet pranë magazinës apo ndërtesës. Eterniti, që zakonisht mbulon çatinë e shumë implanteve industriale apo të objekteve të tjera, duhet të hiqet sipas një protokolli strikt teknik. Përndryshe lëshojnë fibra dhe ka pasoja të rënda në shëndetin e njerëzve. Materiali i eternitit ka nisur përdorimi në vendin tonë që në vitin 1930, si dhe ka një ligj që e ndalon, por shteti vet nuk është kujdesur të heqë atë nga godinat që administron.